Përshëndetje, si kaluat? Mirë, si jeni? Jo, si quheni? Unë quhem Albi Qazi. Albi, nga cili gjimnaz vini? Unë vi nga gjimnazi Sami Frashëri në Tiranë. Sami Frashëri. Si po ju duket, mund të na rregosh një ndjesi tuaja në të javë të 6 të 7 që jemi të robotekut? Për mua ka qenë një eksperiencë shumë e mirë. Kemi mësuar shumë gjëra, kemi pas gjithmonë suportin e trajnerëve dhe stafit të robotekut, edhe në përgjithësi ka qenë një eksperiencë shumë e bukur. Do veçoje diçka interesante gjatë këtyre javëve. Cila është ajo gjë? Përveç pjesës trajnimit, kodimit, mësimeve gjëra që janë desha të veçoj që një gjë shumë e rëndësishme që do jetuash shoqëria. Do bësh shumë shoqëri të re, edhe do mësosh që ti jesh dhe më i komunikueshëm, edhe ti jesh sa më i lirshëm, edhe të punosh sa më mirë në grupin tjerë. Ky është edicioni i dytë i robotekut, që është në këtë lloj përmasash. Dhe si këtë vit, aplikimet kanë qenë diku tek 250-270 maturant, por dy pjesë e tyre patën fatin. Si ndjeni ndërkohë që jemi duke ju afruar afër, le të themi, jo fundit, por fillimisht gjysmëfinales dhe më pas finales madhe e cila do zhvillohet në fund të prillit? Duke qenë se për mua ka qenë eksperiencë shumë e bukur, jam pak i mërzitur me të drejtën, pasi doja të rija edhe pak që doja që edicioni i robotekut vazhdonte pak më shumë, por jam shumë i entuziasmuar për faktin që dua të shikoj edhe se si do dali grupi në përfundim edhe dua të shikoj rezultatet që do kemi. Të gjithë do të pyesin po të fitosh si do ndihesh etj. Unë do të pyes nëse nuk arrin të fitosh. Cila do ishte ndjesia, përveç asaj ndjesie që është që cila do jetë fitoria më e madhe brenda një humbje, quhet. Për mua të gjithë janë fitues, përderisa ti provon edhe merr pjesë në një garë, por pjesa më e rëndësishme është që ja kalove bukur një eksperiencë jashtë robotekut more dhe këtë eksperiencë do vazhdosh ta zhvillosh edhe më shumë. Edhe nëse ti nuk futesh së deke, ti këtë eksperiencë do vazhdosh ta zhvillosh, mund ta kesh si një hobi ose një pasion tëndin. Edhe kjo për mua është më shumë se një fitore. Një pyetje të fundit, si e vlerëson të nisëm të Universitetit Metropolitan Tirana në lidhje për të afruar sa më shumë të rinj, kryesisht gjimnazistët, drejt një teknologjie, drejt një inteligjencë artificiale që tashmë nuk është më e ardha, por është e tashme? Për mua është një nismë shumë e bukur, pasi ajo i mundson çdo studenti që t'i futet kësaj dege dhe nëse nuk ka mundësinë brenda Tiranës, ato mund të shkojnë edhe në qytete të tjera. Edhe kjo gjë i mundson shumë atyre që të futen brenda kësaj dege dhe mësojnë më shumë rreth saj, pasi jo shumë vetëm të informuar për informatikën. Arrit, të uroj shumë sukses e shumë faleminderit. Shumë faleminderit.